dëshmoj se në profeci më thoshte Zoti se ai do të më lejonte të fitoj aftësi të reja, të mos shqetësohesha sepse ai do të më ndihmonte në çdo moment. Ndodhi që unë paraqita dokumentet në universitet dhe duhet të jepja një provim anglishteje që ishte shumë vendimtar dhe nga i varej nëse do të më pranonin apo jo. Ditën e provimit të anglishtes, profesorja po i shpërndante fletët çdo studenti. Kur erdhi tek unë nuk kishte më kopje të provimit dhe profesorja më tha që të shkoja t'i bëja një kopje. Rrugës unë i lutesha Zotit dhe i thoja që të më ndihmonte, sepse kishin kaluar 20 vjet që kur unë kisha mbaruar shkollën e mesme dhe se nuk dija anglisht. U ktheva përsëri në klasë dhe u ula dhe fillova të zgjidhja provimin. Dhe kur pash provimin, të gjitha pyetjet ishin në spanjisht, një nga një fillova tu përgjigjesha dhe kur mbarova e kontrollova, kur e pash përsëri provimin, tani më ishte i gjithë në anglisht dhe këtë dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin atit tim qellor. Dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Zotit. Dua të ndaj me ju se unë i përkas kishës që kur isha shumë e vogël. Zoti në profecinë e tij të shenjtë më tha se do udhtoja në vende të largëta. Gjithashtu dua të dëshmoj se në një nga premtimet e tij Zoti më tha se do më jepte një bekim shpirtëror. Dhe ashtu ndodhi. Fjala e tij u përmbush dhe këtu në Barcelonë, kur erdhi motër Maria Luisa në studimin biblik, Zoti më lejoi të merrja pjesë në studimin biblik mua dhe familjes time, dhe në atë studim biblik Zoti më çliroi nëpërmjet lutjes së motrës Maria Luisa. Më çliroi nga të gjitha lidhjet, trishtimet, çdo depresion dhe ankth që unë shfaqa. Gjithashtu, Perëndia në profecinë e tij të shenjtë më tha se do ta kisha kishën më afër, pasi nga vendi ku jetoja e kisha rreth 2 orë larg, si kishën e Barcelonës ashtu dhe atë të Tarragonës. Tani shkoj në kishën e Ampostës, ku kemi mundësinë të gëzohemi në kultet e adhurimit dhe të mësimit, dhe ku jemi fal Zotit, duke gjetur kënaqësi në fjalën e tij. Çdo gjë e dëshmoj për të dhënë nderin dhe lavdin Zotit tonë.